Përshëndetje dhe bekime pafund për të gjithë juve kudo që jeni, ja ku jemi edhe sonte në emisionin Një ditë në jetë. Sikur shumë herë që kam qekur, vazhdon ta përmendim që e djeshmja nuk kthehet më, e ardhmja nuk është e sigurt. Ne jetojmë për sot. Çfarë të bëjmë? Le të bëjmë më të mirën, duke e nderuar Zotin dhe duke i ndihmuar njerëzve. Sonte, në këtë emision, jemi të ndëruar të kemi një mysafir të veçantë. Ju dhe dëgjoni më shumë nga ai, është Helki Berisha, pastor tek Kisha Protestante e Ana Moraves në Gjilan. Pastor Helki, mirë se na erdhe. Të tonë mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Uroj më të mirën për ju, për shërbesën e juaj që keni filluar tashmë këtu. Atëherë, Pastor Helki, si çdo i intervistuar në këtë studio të emisionit Një ditë në jetë, unë kam kërkuar që të bëjmë sa më të qartë, më të kuptueshme dhe me realitet. Si e përshkruan ti që ne vërtet kemi një ditë në jetë? Faleminderit për pyetjen drejton. Bibla flet shumë qartë për shkurtësinë e jetës. Jeta njerëzore është e çmuar, në tërësinë e saj është edhe shkurtër dhe fragjile. Ndaj shkrimet vazhdimisht na kujtojnë që neve nuk na garantohet një jetë e gjatë. Prandaj duhet të jetojmë çdo ditë para Perëndis me urtësi, besim, pendim, por edhe me një qëllim caktuar. Pra jeta nuk është e përhershme dhe një varg që na flet qartë nga shkrimi i shejt është pikërisht nga letra e Jakobit, kur thotë kur ai përshkruan këtë mënyrë thotë çfarë është jeta? Thotë është si një avull që duket për pak, por pastaj humbet. Dhe po ashtu psalmet na thonë të njëmrojmë ditët tona për të pasur një zemër të urtë. Pra, kjo do të thotë që edhe pse jeta jonë është e shkurtër, ajo nuk do të thotë që është e pakuptimt, por pikërisht se është e shkurtër do të zgjojë tek ne një ndjenjë të urtësisë e të varësisë nga Perëndia. Po ashtu do të shikuar në prizmin e përjetësisë. Pra çdo ditë është një dhuratë nga Perëndia dhe e vlefshme në sytë e Zotit. Ai na thotë që ne duhet të jemi të gëzuar dhe çdo ditë është e krijuar nga Perëndia, prandaj le të gëzohemi dhe të kazëllehemi në të. Por ka një gjë tjetër atje. Është një gjë tjetër shpirtërore, se pikërisht për shkak se jeta është e pasigurt, shkrimet na thonë që të jemi shpirtërisht të përgatitur. Jezusi vetë thotë që ne nuk e dimë ditën e ardhes së tij. Prandaj Bibla thotë sot është dita e shpëtimit, edhe mos prisni, mos ngurconi zemrat tuaj, por sot ejani te Perëndia. Pra kjo kërkon një përgatitje shpirtërore, domethënë për çdo njërin prej nesh, pikërisht se nuk e dimë se çfarë sjell e ardhmja jon. Por është e vërtetë që disa jetojnë më gjatë, disa jetojnë më shkurtër, por sipas shkrimeve përsëri, më e rëndësishmja është besnikëria jon në krahasim me jetë gjatësinë që kemi. Po thotë jeta është e shkurtër, por përjetësia është realitet. Dhe kjo vlen më shumë, sepse kjo do jetë përjetësia me Perëndin. Andaj do të jetojmë çdo ditë në prezencën e Perëndis, duke dashur atë, atë njëjtën kohë duke shërbyer të tjerëve, besnikërisht me dashurinë e Perëndis. Wow. Shumë faleminderit. Dhe me lejen tonë dhe ashtu sikur kam kërkuar edhe nga të intervistuar të tjerë, unë kam një fletushk që kam shkruar Një ditë në jetë, në të ardhmen do të jetë edhe një libër i shkruar Një ditë në jetë, dhe këto citimet e juaja të kësaj se çfarë është ky realitet Një ditë në jetë do të jenë pjesë e asaj librit, kështu që me lejen tonë unë do të përdor ato çfarë ti ke thënë sonte për neve. Shumë faleminderit tonë. Pastor Helki, a mund na tregosh se kur dëgjova për herë të parë lajmin për Jezus Krishtin? Po, patjetër. Për herë të parë kam dëgjuar nga një kushërimi që jetonte në Finland, që më kontaktoi, domethënë me anë të telefonit, duke ndarë atë lajmin e mirë që ai e quante. Isha i ri, diku 19-20 vjeç, dhe për mua atë lajmi i mirë nuk ishte kuptim, nuk e dija çfarë do të thoshte kjo lajmi i mirë. Dhe ai po fillonte të masharonte se ishte Jezusi që vdiq për mua, për mëkatet e mia, dhe kjo përbënte lajmin e mirë. Siç thash, po ballafaqohesha me këtë fakt dhe po thosha, si mund të jetë kjo një lajm i mirë kur një person ka vdekur? Për mua është lajm i keq kur dikush vdes për ty. Dhe kështu pastaj filluan diskutimet me atë kushëririn dhe unë isha shumë entuziast për të dëgjuar më shumë prej tij, se për vendimin që kishte marrë, për arsyet e konvertimit të tij në krishterim. Edhe
pavarësisht që unë kisha bindje tjera religjioze, dëshiroja domethënë që të diskutoja më shumë me të, edhe pse jo ta ktheja prapa. Dhe kështu vazhduam një diskutim me të për muaj të tërë, ndoshta edhe vite. Por një gjë drejton që më lindte çdo herë përshtypje për të është se ai kur fliste për Perëndin, ishte me shumë zjarr dhe fliste me pasion. Dhe thoya, si mund të jetë një person i tillë që kaq shumë flet për Perëndin me dashuri dhe kaq shumë e do vetë Zotin. Thash nga prapavijemi religjioze, nuk i pranoja arsyet e tij dhe nuk i pranoja bindjet e tij, por sigurisht që ai më ndihmoi për të kuptuar për besimin në Jezus Krishtin, për këtë lajmin e mirë që ai vdiq për mua. Dhe të them një gjë që pikërisht ishte nga Finlanda ai që më dërgoi dhjatën e re për të parë në gjuhën shqipëre, ku unë e mora dhe fillova ta lexoj. Edhe konsultohesha me të për pyetje të ndryshme që kishim rreth besimit, rreth Jezusit, rreth Biblës. Dhe kështu kjo vazhdoi për një kohë bukur të gjatë. Por sa i përket vendimit për të ardhur tek Jezusi, kjo ndodhi për një kohë, ishte një proces realisht, themi kështu, pas një kohe të krahasimit të literaturës islamike, që unë besoja në atë kohë dhe vazhdoja në atë besim, dhe të njëjtën kohë të literaturës krishtere. Kisha marrë një kohë për të studiuar, kisha marrë një kohë për të lexuar shumë, por kisha disa bindje të themeluara që nga fëmijëria, për shembull që Bibla ishte ndryshuar, që Jezusi ishte vetëm një profet, edhe këto më kishin depërtuar në mendjen time shumë thellë dhe kisha shumë vështirë për t'i thyer. Mendoja që Bibla ishte një libër me shumë kontradikta, ku dora e njerit kishte prekur dhe kishte shkruar çdo gjë në të. Por gjithsesi, duke studiuar të gjitha këto dhe duke folur me kushëririn tim, shumë për këtyre kontradikta filluan të qartësoheshin. Sa më shumë që po studioja, aq më shumë po kuptoja që Perëndia do ta mbronte fjalën e tij. Dhe ai nuk mund të jetë gënjeshtar që të mos e mbrojë fjalën e tij. Dhe po kuptoja edhe më shumë që ai qëndron besnik dhe fjala e tij është me vlerë dhe ai dëshiron që të vinte tek ne dhe ne ta lexojmë, ta studiojmë dhe të ushqehemi nga ajo çdo ditë. Pra fillova të kuptoj që nuk kishte kuptim, domethënë që fjala e tij ishte e ndryshuar dhe kështu, domethënë vazhdoi ky lloj procesi im, domethënë i kërkimit të vërtetës. Por gjithsesi, thashë nuk ishte e lehtë, por arrita te një pikë ku po i ballafaqoja të dy botkuptimet. Po i ballafaqoja domethënë atë mënyrë që cila ishte e vërteta për mua, sepse unë doja të zgjidhja të vërtetën, unë kërkoja të vërtetën, por arrita te kuptimi që të dyja këto besime ishin shumë ekskluzive, pak a shumë themi përjashtuese. Të dyja thoshin që unë jam rruga e vërtetë dhe vetëm përmes kësaj rruge shkohet tek Zoti. Pra po kuptoja që o njëra o tjetra do ishin që çonin te Perëndia dhe nuk mund të ishin të dyja ato. Dhe pastaj po mendoja, po thosha që po unë duhet marr një vendim. Kjo gjë më kërkon një vendim sepse unë kisha studiuar, kisha lexuar dhe po kuptoja që o njëra o tjetra do më kërkonte një ditë merrja një vendim. Por nuk ishte e lehtë. Kjo gjë më solli një ndjenjë frike, edhe një ndjenjë konfuzioni dhe ngatrese në të njëjtën kohë. Dhe vendosa, thash, din çfarë, do t'i lutem Perëndis. Si gjë më të mirë. Perëndia di të vërtetën, do t'i lutem atij, do të kërkoj atij që të më sqarojë të vërtetën, të më sjellë një ndriçim në mendjen time. Po ashtu mendoja për familjen time, mendoja për rrethin, shoqërinë, dhe mendoja, thosha, kjo nuk do të kuptohej lehtë nëse unë do bëja një ndryshim. Njëjta gjë, por aq më shumë ishte kjo ndjenja tjetër e frikës se nëse bëja një gabim unë përfundoja edhe në ferr. Dhe unë doja të isha me Perëndin. Pra, procesi i ardhes time tek Jezusi ishte bukur i gjatë, njëjtëkohë siç thash, jo i lehtë. Por Perëndia është i mirë dhe ai dhe shumë shpejt pra arrita tek kuptimi që religioni nuk ishte ai që mund të më sillte shpëtimin. Religioni nuk ishte ai që mund të pastronte nga mëkatet e mia. As performanca ime, sado i mirë që unë mund të isha, ajo nuk mund ndihmonte për të shkuar te Perëndia. Sepse di që çdo ditë mëkatoja, çdo ditë largohesha nga Perëndia, sado që bëja vepra të mira, përsëri në anën tjetër nuk kisha kontroll mbi një gjë që quhej mëkati ose gjunohi. Kështu që thash Perëndi, të lutem më ndihmo në këtë situatë. Edhe sa më shumë po kaloja Perëndia, vërtet po më konfirmonte që rruga për tek Perëndia është përmes një personi dhe jo religioni. Çfarë do gjoftë religioni ti, thaj? Pra ishte përmes personi që ishte vetë Jezus Krishti. Ishte një moment shumë i fuqishëm për jetimin e Perëndis, ishte një moment kur përjetova nga brenda, ishte një zë i brendshëm që më konfirmoi
di që Jezusin, sepse unë jam rruga, vërteta dhe jeta. Por pas kësaj ishte edhe një lloj vegimi që përjetova, një shfaqje vetë Jezusit, ku unë kuptova me të vërtetë që po ballafaqohem me hyjninë e vërtetë të Jezusit. Edhe thash, unë do të ndjek Jezusin si të vetmin Zot dhe shpëtimtar për mua. Kjo më solli një paqë të thellë brenda meje, më solli një ndjenjë as të thellë dashurie për gjithë njerëzit. Jo vetëm për familjarë, por për gjithë njerëzit. Çdo që shikoja me një sy të ndryshëm tashmë. Dhe ndjehesha si një person i ri, një person komplet i rilindur, një krijesë e re. Dhe kjo ishte konfirmimi që unë mora nga Perëndia se vërtet kam zgjedhur rrugën e vërtetë, që është rruga e Jezus Krishtit dhe jo rruga e religionit. Wow, shumë interesante sepse i njëjti përjetim ka qenë me mua. Kur unë kam pranuar Jezusin, gjithçka rreth meje u dukte ndryshe, edhe njerëzit, edhe yjet, edhe qielli, gjithçka u dukte sepse ishte një rilindje dhe vërtet fillova dhe unë t'i dua njerëzit, t'i nderoj njerëzit, të respektoj njerëzit me një mënyrë të shumë tjetër, domethënë sepse diçka ndodhi e re. Por përderisa po flasim në gjitha këto gjëra, e përmendë pak, po a mund na cekësh ndoshta 2 apo 3 sfida, cilat ishin ato që filluan sfidat të ndodhin, qoftë ndoshta me familjen, qoftë me shoqërinë, qoftë me situatën tonë? Po, siç thash fillimisht, unë po kalkuloja gjithë këtë situatë dhe po mendoja nëse do ndryshohesha, çfarë do ndodhte me familjen, çfarë do ndodhte me rrethin, me shoqërinë. Sidomos me familjen e ngushtë, sepse isha një djalë në familje. Edhe kjo nuk kuptonte që do kthehesha kundër tyre, do kthehesha kundër vlerave të familjes të rrethit tim. Por pas kësaj vija nga prizeni, nga një familje vërtet praktikante muslimane, dhe kjo ishte gjë që më mbante shumë, domethënë për të marrë një vendim. Por siç thash, ky përjetim i fuqishëm në Perëndin bëri domethënë që ti tekaloja, është edhe frike dhe pasigurie, sepse gjeta një thesar të çmuar. Dhe kjo më bëri që të tekaloj frikën dhe të hec me Perëndin, duke besuar që ai do kujdesë për mua, ai do siguronte për mua, do ishte forca dhe paqja ime. Sfidat fillimisht ishin të tilla që shumica mendonin se kisha bërë për motive të ndryshme, për motive përfitimi, duke qenë se isha dhe student, siç u thash në fillim, njerëzit mendonin që kisha nevojë për gjëra për përfitime materiale dhe kam marrë një vendim të tillë. Askush pothuajse nuk e besonte që kjo kishte ardhur nga një bindje e thellë nga brenda, ishte një ndryshim i brendshëm, një prekje e thellë e Perëndisë që më bëri të ndryshoj komplet, edhe pse ata po e vrenin këtë ndryshim, përsëri thoshin, ka diçka mbrapa ti. Ka diçka që aq më shumë që besimi jon atëherë ungjillor konsiderohej si një lloj sekti. Pra ishte shumë larg mendjes tyre për menduar që një person ka konvertuar nga besimi islam në besim ungjillor apo protestant. Gjithsesi, nga gjitha ato sfidat që kisha, unë nuk u tërhoqa, siç thash, vazhdova, edhe pse ndjehesha i braktisur nga familja, nga shoqëria, nga rrethi, por kjo siguri në besimin tim bëri që të vazhdoja fort me Zotin, dhe ashtu ndodhi, vërtet, e kam përjetuar Perëndin në çdo hap të jetës time dhe e kam ndier besnikrinë time tërë ditët e jetës time deri tani këtu sot. Lavdi Zotit. Tani këto sfidat që i përmende, a mund të na tregosh domethënë momentin e parë kur ti ju ke bashkangjitur një familje tani frymore, shpirtërore, një bashkësie, një kishe? Si ishin ato momente kur ti ju ke bashku tani dhe unë besoj që aty ke filluar të ndërtohesh në gjëra të tjera domethënë frymore me Perëndin? Po, patjetër, sepse ishte një moment që unë pak a shumë isha larguar tashmë nga familja për shkak besimit tim dhe kisha nevojë për një komunitet. Kisha nevojë për një ndjenjë përkatësie, kisha nevojë për dikë që të më ofronte atë dashuri që duke se unë tashmë kisha humbur nga familja dhe nga rrethi. Dhe pas u bëra besimtar, domethënë dëgjova për disa vërsi ungjillorës, dhe atëherë nuk dija për prezencën e komunitetit protestant apo ungjillor, dhe kështu fillova të hulumtoja dhe gjeta që edhe në Prishtinë atë ku po studioja ishin disa bashkësi, edhe pse ishin të reja dhe të vogla, kështu në numër, por vazhdova të ndiqja ato dhe gjeta veten time në bashkësi që ishte më shumë me student, edhe u bëra pjesë e atij komuniteti. Dhe siç thatë edhe ju, unë ndjeva shumë mirë aty, i pranuar dhe fillova të rritesha, qoftë nga prezenca me besimtarë që ishin qoftë lokal, por edhe të huaj misionarë që takova, ata më inkurajonin shumë që të vazhdoja në besimin tim. Po ashtu pastori asaj kohe, domethënë ku isha pjesëtar i asaj kishe, dha literaturë të shumtë, edhe të drejtën isha shumë i jetur në Zotin, fillova të lexoja shumë, studioja shumë, gjitha këto më ndikonin në rritjen time, domethënë në besim, edhe më shumë.
Tani, kanë ardhur momentet e para, domethënë kur ti ke shku në kish, në bashkësi, ki fillu të ndërtohesh, por a mund na tregosh momentin e parë apo momentin se si e ndjeve ti thirrjen nga të qenit pjesë e një kishe, domethënë ndoshta duke dëgjuar, ndoshta duke shërbyer për gjërat e vogla, pastaj për të pastruar një bashkësi, pra të kalosh nga një antar apo ndihmës në një drejtues kishe? Po drejton, shumë shpejt, siç thash, arrita të kuptoj që Perëndia kishte një thirrje për mua, kishte një plan më të madh. Dhe derisa po ecja në rrugën time si besimtar, derisa po rritesha më shumë, kuptova që ai donte të më përdorte në një masë më të gjerë. Dhe ecja ime ishte vërtet e shpejtë, domethënë nga piknisja ime, domethënë nga studimet, literatura ime, kuptoja që ka shumë më thellë se sa kaq. Dhe fillimisht fillova të shërbej në atë kishë ku isha. U zgjodha si një nga anëtarët e këshillit të kishës ku po shërbeja aty. E pastaj më vonë zgjodha me një pleqësi ku isha poshtu antar i pleqësisë. Dhe në këtë rast termi plak nuk simbolizon moshën, por simbolizon një pozitë udhëheqëse sipas ligjit hebraik. Pra fillova të shërbeja aty për disa vite të tëra. Edhe më pastaj erdhi edhe kjo thirrje që ti po e përmend, një thirrje ku unë me bashkëshortën time filluam të mendonim më shumë që ndoshta Perëndia donte na përdorte tani ne vetë për të filluar një kishë të re dhe për të lëvizur nga Prishtina. Edhe kështu filluam të luteshim së bashku si familje dhe ta merrnin me konsiderat këtë lloj ndjenje të re që po ngjizej në zemrën tonë edhe që të lëviznim nga Prishtina. Edhe pse nuk ishte e lehtë, sepse po mendonin dhe po luteshim për qytetin e Kamenicës në lindje të Kosovës, ku nuk ishte bashkësi dhe nuk ishte prezencë të komunitetit ungjillor. Dhe kështu filluam të luteshim për një vit të tërë, derisa vërtet zemrat tona u konfirmuan që Perëndia na donte që të lëviznin në atë qytet. Dhe atje shërbyen për diku 10 vite në qytetin e Kamenicës. Më pas lëvizëm në Gjilan, në bashkësinë ungjillore të Anamorovës, ku vazhdojmë shërbejmë sot edhe kësaj dite. Tani, sigur pastor e kishës, a mund na tregoni pak më tepër lidhje me kishën tuaj tani në Gjilan? Kur i keni shërbesat, si mund t'ju gjejnë njerëzit, një adresë, aktivitetet të ndryshme, sepse ndoshta ka njerëz ende atje në Gjilan që nuk e dinë as ku jeni, kështu që a mund edhe nga Kosova, sepse ndonjëherë pse jo të vijmë t'ju vizitojmë edhe nga Kosova në vende të ndryshme atje tek ju. Patjetër, ne jemi ende një komunitet i vogël, por që rritemi në qëndrueshmëri edhe në forcë. Pra bashkësia ku shërbejmë tani, siç thamë, është Kisha Protestante Anamorovës, ose bashkësia ungjillore, sido që ta quajmë. Shërben tani tashmë atje në qytetin e Gjilanit që 20 vite realisht. Fillimisht ishte njohur si Kisha Ringjallja. Kështu ishte nisja e kësaj kishe. Ishte mbjellur nga një vëlla që tashmë është me Zotin, nga Fatmiri. Dhe më pas u drejtua nga misionarët e huaj, më vonë edhe pa drejtues fare, derisa në kohën kur ne lëvizëm aty nga qyteti i Kamenicës diku në vitin 2018-2019 si familje dhe morëm drejtimin e kishës. Faleminderit Perëndisë, ne kemi atje edhe një objekt, që është një qendër që i takon kishës son, që shërben si një qendër multifunksionale, me aktivitetet ndryshme, me takimet e ndryshme të kishës që mbajnë, por edhe me aktivitetet ndryshme që shërben më tepër si një qendër komunitare, ku i ofrojmë edhe komunitetet mundësi për të marrë pjesë edhe për kryer shumë prej aktiviteteve të tyre. Pra jemi afër me komunitetin, dëshirojmë të jemi sa më ngushtë lidhur me komunitetin në mënyrë që ata të përfitojnë prej nesh në mënyra të ndryshme. Sa i përket shërbesave që pyetëve, si çdo kishë tjetër ungjillore, po ashtu edhe ne kemi shërbesën kryesore që mbahet e dielën, prej orës 11 që ne quajmë të mbledhurit. E pastaj me aktivitetet e tjera kemi shërbesa të ndryshme gjatë javës, po ashtu, përpas të dielës kemi studime të ndryshme të Biblës, kemi takimet e lutjes, kemi një takim tjetër të burrave që takohemi vetëm burrat për kafe, për diskutuar për gjërat, po ashtu edhe motrat kanë një shërbesë të tyre gjatë javës. Edhe gjitha këto e bëjnë që qendra jonë të jetë plot me aktivitete dhe me shërbesa. Por kemi edhe një shërbesë tjetër që kemi filluar para 3 vitesh, që është në kuadër të shërbesës tonë të dhëmshurisë, kemi filluar me komunitetin rom. Është ngjizur çdo herë nga ndjenja që t'u ndihmojmë të varfërve. Ata ishin një komunitet që ishin afër nesh si qendër aty si kishë,
Dhe filluam me ndihma humanitare dhe kështu pam një hapje të tyre po ashtu edhe për punën e ungjillit. Dhe disa prej tyre filluan të ndiqnin kishën tonë dhe kështu kisha u bë hapur edhe për komunitetin rom. Dhe filluam këtë shërbes që tashmë po merr një kohë të mirë, që është pothuajse si një kishë mbjellje e re për në kishës tonë me komunitetin rom, me disa persona për ty që po trajnohen, që kanë ardhur në besim, po trajnohen po ashtu edhe si drejtues, edhe që Perëndia po e përdor, më thonë, edhe këtë shërbes me komunitetin rom. Çdo tejthe kemi edhe shërbesën rome që quajmë. Se përket adresës, kisha jonë gjendet përballë Fakultetit të Edukimit, që është fakulteti kryesor, domethënë në qytetin e Gjilanit, jemi pikërisht në qendër, edhe shumë lehtë njerëzit mund të kenë çësje dhe akses tek qendra jonë. Jemi shumë të lumtur me dëgju për punën që Zoti është duke bërë në dhe përmes kishës tuaj me gjitha këto aktivitete në Gjilan. Pastor Ilki, tani pasi dëgjuam të gjitha këto lëvizje, tranzacione në dhe përmes jetës tonë, tënde. Po kthehemi tek pyetja që sot besoj që të kam cekur një temë që të flasim shkurt për të. Pasi dëgjuam gjitha këto tranzacione në jetën tonë, gjitha këto lëvizje. Mos ke frikë, e kam titulluar si temë që sot në hapish një mesazh të shkurt. Si mund të ndihmosh dëgjuesit tanë të rinj dhe ata që përpresin të marrin vendime në thirrjen e tyre? Cilat kanë qenë frikat në ecën tuaj? Si i keni kaluar dhe si mund të inkurajoni dëgjuesit tanë të paktën me 3 pika kryesore që mund të jenë shumë? Mos keni frikë. Amen. Amen. Është një thirrje fuqishme nga Perëndia, që kam ndjer fuqishëm edhe unë në rrugtimin tim me Perëndin. Unë tashmë veç fillova në fillim të përmendja disa nga frikrat që kisha, pasigurit, qoftë për vendimin tim, që të besoja në Jezusin, por po ashtu edhe më vonë pastaj, vendimet që morën familjarisht. Se përket frikrave të mia në fillim thash që ishin ato kishin të bënin në raport me Zotin, me Perëndin, mos rastësisht po merra një vendim të gabuar, se po vjen nga një prapavi religjioze dhe isha një praktikues. Thosha mos po bëja një gabim të tillë që në fund përfundoja në ferr apo në xhenem. Pra ishte një frikë konstante deri në momentin e marrjes së vendimit. Deri atë kur kuptova vërtet që rruga nuk ishte religioni, por që ishte vetë Jezus Krishti. Nuk ishte vendim i lehtë për diçka, ende deri sot kur nuk jam penduar për këtë vendim që e kam marrë. Është vendimi më i mirë në jetën time. Është vendimi më i mirë që kam marrë ndonjëherë dhe për cilin nuk jam penduar kur. Për cilën do të inkurajoj patjetër gjithë dëgjuesve tanë, shikuesve tanë, që të mos kenë frikë, sepse Perëndia është me ne. Ai na bën të qartë që unë jam me ju, mos keni frikë, dhe ai do jetë në çdo hap të jetës tonë. Po vetëm kaq ishte vendimi më i mirë siç thash në jetën time, sepse kam ndier atë paqe të brendshme, atë dashuri të brendshme nga Perëndia, që fjala e Perëndisë thotë shkrimi, thotë te kalon çdo zgjuarësie dhe çdo vështirësie që mund të kesh. Por të njëjtën kohë po kuptoja edhe që vetë Jezusi kishte kaluar nëpër vështirësi. Ai nuk ishte një person që kishte një rrugë të shtruar me lule që themi ne në popull. Ai vetë tha, në këtë botë ju do të keni mundime. Më përsekutuar mua, por edhe ju do t'ju përsekutoni edhe më shumë. Por thot merrni zemër sepse unë e munda botën. Pra ne kur nisemi nga ky fakt, kur kemi parasysh këtë fakt, ne kemi një premtim të fuqishëm në jetën tonë që ne jemi me Perëndin, ne jemi me Jezusin, i cili mundi botën, i cili do të jetë me ne në çdo vështirësi. Pra thirrja jonë që kemi nga Perëndia te kalon çdo frikë dhe vështirësi. Pastaj frikra të tjera që kisha unë personalisht në jetën time, kishin të bënin me faktin për ato që thash vendimet në jetën tonë. Sepse po luteshim për të lëvizur në një qytet që ishte shumë i vogël, shpesh që nuk përmbushte edhe gjërat elementare për familjen tonë. Ne kishim 2 fëmijë të vegjël, edhe po lëvizim në Kamenicë dhe po mendonim a do i përmbushte, domethënë thjesht ato nevojat tona për fëmijë. Kurse të gjërat e shkollimit, a do ishte në nivel që ne të merrnim atë vendim. Pra kishte pasiguri të ndryshme në jetën tonë. Por Perëndia është ai që çdo herë e konfirmonte në zemrën tonë që ai niste para nesh. Ai bënte hapjen e parë dhe ne duhet ta ndiqnim atë. Ashtu që çdo herë kur është ky qëndrim, nuk bëjmë asnjë gabim, kur marrim një hap me Perëndin, sepse ai nuk do na lërë apo nuk do na braktisë asnjëherë. Pra, plani i Perëndisë është çdo herë më i mirë, edhe më i mirë se ajo që mendojmë ne madje për veten tonë. Pra do i kisha thënë duke kthyer te pyetja juaj, do i kisha thënë të rinjve që vendosni besimin tuaj tek Jezusi, sepse ai është me ju.
Perëndia është sovran, dhe ai e di të armën tuaj, më mirë se ju. Dhe ai lërë që nuk na braktis, por do të na pajis me prezencën e tij, që do të jetë me ne në çdo moment, dhe premtimet e tij janë aq të shumta që do kthehen dhe do jenë pikërisht edhe forca jonë. Ta përfundoj me këtë pse përket kësaj thirrje për të ri, domethënë që Perëndia është me ne, siç thash ai nuk na braktis asnjëherë. Por jo them kaq, se dyti Perëndia është në kontroll të çdo situate. Dhe ai do jetë pranë çdo stuhie kur ne kalojmë, pranë çdo vështirësie, pranë çdo pasigurie, ai është me ne, ai kupton situatën tonë. Ai nuk ka hequr dorë prej nesh. Dhe së fundi, Perëndia punon për të mirën tonë. Kjo ka qenë një gjë që ka qenë një reflektim i mirë për mua kur kam kuptuar që Perëndia nuk është kundër meje, por është me mua, është me anën tonë. Se Perëndia na ka krijuar dhe planet e tij për ne janë planet e mira, thotë. Idetë e tij janë çdo herë më të larta se sa që ne mund të mendojmë, edhe pse për ne kur jemi në situata vështira mund të jemi të mjegulluar, mund të jemi se nuk kuptojmë pamjen e plot, por Perëndia është brenda saj, prandaj çfarëdo situate që ne kalojmë. Dhe më lejoni ta citoj edhe një varg nga shkrimi i shejt tek Romakëve 8:28 thotë se ne e dimë se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirën e atyre që duan Perëndin. Pra për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të tij. Çdo gjë bashkëvepron për të mirën tonë. Wow. Shumë faleminderit që ishe me ne sonte. E di që ka edhe shumë gjëra tjera që ke në zemër për t'i thënë, por do të na hapish fjalën sonte përpara dëgjuesve që ti do të jesh edhe në misione tjera kur do flasim për shumë tema. Patjetër do kemë një mesazh edhe për fundit tash. Në fund të lutem, në mbyllje të lutem, çfarë do të kam bën në zemrën tonë pa thonë është momenti yt. Fiton, ne si pastor kemi shumë gjëra për t'ju thënë, por ajo që do veçoja sonte këtë mbrëmje për t'ju thënë të rinjve dhe kushdo që na dëgjon është se do ju inkurajoja me këtë gjë që jeta është e pasigurt, që është siç filluam në fillim, dhe gjithë ne jemi në kërkim të një paqe, të një qëllimi dhe të një shpresë për jetë. Por lajmi i mirë i Ungjillit është se këto rrethana, pra këto gjëra që po i kërkojmë nuk gjenden në veten tonë, nuk gjenden qoftë në hapa që ne ndërmarrim në jetë, qoftë në karrierë, qoftë në suksesin që mund ta arrijmë, por vetëm tek një person për cilin folëm, emri i cilit është Jezus Krishti pra. Ai thot, eni tek unë, ju të gjithë që jeni të rënduar dhe të munduar, dhe unë do t'ju jap shlollje. Dhe këtë shlollje, këtë vizion, këtë pushim nuk mund ta gjejmë askund përpos vet ai. Pra, inkurajimi është thjesht besoni, pra vendosni besimin tuaj në Krishtin, esni me të çdo ditë dhe ndiqni atë me besnikëri, sepse ai është shpëtimtari. Por jo vetëm kaq që shpëtimtari për përjetësi, por ai është edhe Zoti ynë që na drejton, që na jep forcë dhe që është shpresa jonë për sot. Dhe kur i dim këto gjëra vërtet, kemi drejtimin e tij të plot. Pra, ai që beson në Krishtin shumë shpejt të kuptoj që të ndjekësh Krishtin nuk do të thotë që ta ndjekësh një religjion, por do të thotë që ti ke një marrëdhënie të re me Perëndin. Dhe kjo është ndryshimi që unë kisha kuptuar dhe që dua t'ua komentoj sonte edhe dëgjuesve dhe shikuesve tanë. Krishterimi është të ndjekësh një person që tha për veten e tij, unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Dhe askush nuk mund të shkojë tek Zoti përmes meje. Pra Jezusi na ka bërë të njohur rrugën. Ai na ka bërë të njohur mënyrën se si shkojmë te Zoti, dhe kjo nuk është nga performanca jonë. Kjo nuk është përmes veprave tona, por është plotësisht me anë të besimit, që të mos mburremi asnjëri prej kush, që kemi bërë vepra të mira, pra është me anë të hirit, është me anë të mëshirës së tij dhe dashurisë të madhe që ai kishte për ne, dhe ne mund të përgjigjemi atij vetëm me anë të besimit. Kjo është e tëra që Perëndia kërkon me ne. Është dhuratë nga Zoti dhe jo se ne mund bëjmë gjë për Perëndin. Për Zotin ne jemi të gjithë si një robë e papastër, thot ai. Por kur ne marrim faljen Jezus Krishtit, kur kuptojmë që ai u bë sakrificë në fundit, gjitha këto rroba tonë papastër kthehen në një robë të pastër. Ne vishemi me këtë robë të pastër, me këtë robë të re, me këtë robë të përjetësisë dhe ecim me Perëndin në një mënyrë të re. Pra, mos keni frikë për të ecur me Perëndin, mos keni frikë të merrni hapin me Zotin, sepse ai do të jetë me ju, ai do të jetë në ju dhe ai do t'ju drejtojë në çdo moment dhe në çdo situatë. Dhe faleminderit për këtë kohë, faleminderit pastorit tonë edhe një herë për ftesën që më bët dhe për këtë privilegj që kisha këtu për të ndarë sonte, për përvojën time dhe për privilegjin e ndarjes së fjalës së Perëndisë po ashtu. Pastor Elke,
ishte kënaqësi, nder, bekim dhe besoj që jo vetëm tani këtu për mua, por edhe për gjithë dëgjuesit që do të dëgjojnë këto ditë. Zoti bekoft shumë, faleminderit për teje. Faleminderit. Atëherë dëgjues të dashur, sonte ishim me pastor Hilki Berishën, pastor tek Kisha Protestante e Ana Moravës në Gjilan. Ato çfarë dëgjuat, unë po ju loj juve me një psalm të shkurt. Është psalmi 121. Thot: unë i ngre syt nga malet, nga do të më vijë ndihma. Ndihma më vjen nga Zoti, që ka bërë qiejt dhe tokën. Ai nuk të lejoj që të merren këmbët e mia. Ai do të më mbrojë, ai që më mbron nuk dremit. Ja, ai që mbron Izraelin nuk dremit dhe nuk fle. Zoti është ai që të mbron, Zoti është hija jote, ai ndodhet në djatën tënde. Dielli nuk ka për të goditur ditën, as hëna natën. Zoti të ruaj nga çdo e keqe, ai të ruaj jetën tënde. Zoti të ruaj daljet dhe hyrjet e tua tani dhe për jetë. Gëzimi dhe paqja e Zotit qofshin me ju, mirë takofshim në emisione tjera të ardhshme. Zoti bekoft.